Përshëndetje miq, ja tek kur i takuam përsëri në kanalin tim Cooking and Traveling. Receta e sotme është dekorimi i kaushave si pemë për festat e fundvitit. Ato çfarë na duhen janë pana për ëmbëlsira, kausha kullorje, ngjyrues jeshil dhe dekorime shumë ngjyrshe. Rrahim panën për gati 7 minuta. Unë e kam gati pasi jam direkt nga kremi që ndërtuam shtëpinë e babagjyshit, që e gjeni tek linku këtu lart. Tani përzihem ngjyruesin me panën. Lyejm pak kaushat. Dhe me anë të një qese pasticërie ndërtojmë pemën në këtë mënyrë. Kaq ishte edhe pema, tani e dekorojmë sipas dëshirës dhe gati! Kjo ishte edhe video e përgatitur për këtë radhë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mund të na e tregoni me një like, koment apo edhe duke na bërë subscribe në kanalin ton Cooking and Traveling. Faleminderit për suportin tuaj dhe deri në videon e radhës, mirëmbëjtje!